Tragjedi në Indonezi humbi jetën trajneri i Valencias dhe 3 fëmijët e tij. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur dhe ka tronditur botën e futbollit dhe opinionin publik ndërkombëtar. Fernando Martin, trajneri i ekipit Valencia CF Feminino B, ka humbur jetën së bashku me 3 fëmijët e tij pas fundosjes së një varke turistike në brigjet e Indonezisë. Sipas autoriteteve lokale, aksidenti ndodhi pranë destinacionit turistik të njohur Labuan Bajo, ku anija u përball me dallgë shumë të forta që arrinin deri në 3 metra. Në bord ndodheshin gjithsej 14 persona. 7 prej tyre arritën të shpëtohen përfshirë 4 anëtar të ekuipazhit dhe një guid turistike. Mes të mbijetuarve janë bashkëshortja e trajnerit Andrea si dhe vajza e tyre 7 vjeçare Mar. Ekipet e kërkim shpëtimit vijojnë operacionet intensive për gjetjen e trupave të Fernando Martinit dhe 3 fëmijëve të tij, ndërsa autoritetet kanë bërë të ditur se kushtet e motit e vështirësojnë ndjeshëm procesin. Klubi i Valencias reagoi menjëherë me një deklaratë zyrtare ku shprehu dhimbjen e thellë për humbjen tragjike dhe u solidarizua me familjen e viktimave. Në këtë moment i jashtëzakonisht të vështirë, klubi shpreh ngushëllimet më të sinqerta dhe mbështetjen e plotë për familjen, miqtë dhe kolegët e tij, thuhet në njoftim. Pamjet publikuara nga Agjencia Kombëtare Kërkim Shpëtimi tregojnë momentet e shpëtimit të mbijetuarve, ndërsa autoritetet kanë vendosur mbylljen e ishullit Padar për turistët për shkak të kushteve ekstreme të motit. Kjo tragjedi ka rihapur debatin mbi sigurinë e transportit detar në zona turistike të Indonezisë.